Vëllezër të nderuar, xhamatli të pranishëm, jemi në prag të 3 ditëve të ardhme, ku do të hyjmë në ditët e Dhul-Hijjës, ditët më të vlefshme, ditët më të privilegjuara, ditët më të dashura tek Allahu Azza wa Jall, ku Allahu Subhanahu wa Taala i përmendi këta ditë në disa vende, në disa sure të Kur'anit, dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam në hadithet e tija, jo vetëm se e përmendi Allahu Azza wa Jall këta ditë, po edhe u betua, dhe kjo tregon madhështinë, vlerën e këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijjës, ku tha Allahu Azza wa Jall: wal fajr wa layalin 'ashr. U betua, tha pasha agimin dhe pasha 10 ditët. E këta ditët, vëllezër të nderuar, janë ditët më të mira të vitit. Janë ditët më të zgjedhura tek Allahu Azza wa Jall, që Allahu Subhanahu wa Taala i don, i privilegjon dhe i jep vlerë të madhe dhe i jep shpërblime të shumta atyre besimtarve që i praktikojnë adhurimet në këta 10 ditët që Allahu Azza wa Jall i ka përmendur në Kur'an. Po ashtu, Allahu Subhanahu wa Taala kur zgjedhi që t'i flas Musaut alayhi salatu wassalam direkt, ku tha Allahu Azza wa Jall: wa kallama Allahu Musa taklima. Allahu Azza wa Jall i foli Musaut alayhi salatu wassalam direkt, pa ndërmjetësues, i zgjedhi këta 10 ditët që të bën adhurim Musa alayhi salam, të agjeron këta 10 ditët, dhe më pas Allahu Azza wa Jall e caktoi takimin dhe e caktoi që t'i fles Musaut alayhi salam dhe t'i shpall Musaut alayhi salam. Allahu Azza wa Jall në Kur'an tha: wa wa'adna Musa 30 lejleten wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 lejla. Tha Allahu Azza wa Jall: ne i caktuam Musaut alayhi salam 30 ditë. Komentator thënë 30 ditë Musa alayhi salam ka xheruar, pasi që i plotsoi 30 ditë, deshi që ta ndërpres agjerimin, ta hanë diçka nga ushqimi dhe ta parfimos gjuhën e tij kur të flet me Allahun Azza wa Jall, sepse njeriu kur agjeron nga lukthi i tij, ndonjëherë del një erë e cila nuk është erë e këndshme. Ju drejtua Allahu Azza wa Jall Musaut alayhi salam dhe i tha: vazhdoj dhe 10 ditë, plotsoj 40 ditë, dhe dio Musa se era e gojës se agjeruesit është më e dashur për mua se sa misku, se sa parfimi më i mirë. Dhe pastaj Musa alayhi salam i plotsoi dhe 10 ditë të tjera dhe u bën 40 ditë. Dhe këta ditë që Allahu Azza wa Jall e urdhëroi Musa alayhi salam që t'i plotson, t'i bën 40 ditë, këta 10 ditët janë 10 ditët e Dhul-Hijjës që startojnë, fillojnë prej ditës së hanë. Dhe këta ditë janë aq me vlerë sa që Muhamedi alayhi salatu wassalam në hadithin që e kanë nxjerrë Imam Buhariu në Sahihun e tij dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: ma min ayamin al-amalu s-salihu fihinna ahabbu ila Allahi Azza wa Jall min hadhihi al-10. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: nuk ka ditë më të dashura, më të zgjedhura tek Allahu Azza wa Jall dhe veprat e mira që i don Allahu Azza wa Jall më së shumti janë këta 10 ditët, të cilat janë 10 ditët e Dhul-Hijjës. Po vëllezër të nderuar, a mund që të jenë këta ditët, 10 ditët më të mira në përgjithësi, që nuk zaventohen me këta ditë asnjë ditë në tërë vitin? Po, derisa dhe dietarët kanë thënë se këta 10 ditët janë aq më vlerë dhe aq më peshë sa që janë më të vlefshme se 10 ditët e Ramazanit, po edhe 10 ditët e mesme të Ramazanit, po edhe 10 ditët e fundit të Ramazanit. Këta ditë janë më të vlefshme se edhe 10 ditët e Ramazanit. Derisa dietarët kanë thënë kështu: netët më të vlefshme janë 10 netët e fundit të Ramazanit, kurse ditët më të vlefshme nuk ka ditë më të vlefshme, më me vlerë se sa këta 10 ditët të cilët janë 10 ditët e Dhul-Hijjës.
Dhe në këta ditë Allahu Azza wa Jall i shumëfishon veprat dhe i don veprat dhe i regjistron veçanërisht të ditë me një shpërblim të veçantë. Për ata, tha, nuk ka ditë që Allahu Azza wa Jall i vlerëson atë shumë punë të mira, sikur në këta 10 ditët e Dhul-Hijjës. U habitën sahabët, kur i ndëgjuan këta fjalë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, ata ju drejtuan me një fjalë. I thanë, walal jihad fi sabilillah, o i dërguari i Allahut, aq vlerë të madhe pas këta ditë. Nuk ka vepra më të dashur te Allahu se këta 10 ditë. E as nuk mund t'i krahasohet, edhe ti vjen bashk edhe lufta në rrugën e Allahut, edhe xhihadi në rrugën e Allahut, që e përgjakos vetin tënd, që shkon dhe flijon vetin tënd. Vepër shumë e madhe, vepër madhështore, një pikë gjaki që del nga trupi i falën këtë gjunahet, është misku, është një vepër gjigante, është kulminacioni i fejës, që njëri të sakrifikon vetën e ti, gjakun e ti, shpirtin e ti, trupin e ti, në rrugt të Allahut, për të mbrojt muslimanët, për të mbrojt nderin e muslimanëve, për të mbrojt vatanin e muslimanëve. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, walal jihad fi sabilillah, këta ditë adhurimet që bëhen, veprat e mira që bëhen, as gjihadi, as lufta në rrugën e Allahut nuk i barazohet. Illa rajulun, por pos e veçoj pejgamberi alayhi salatu wassalam një kategori të njerëzive. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi shay. Tha, nëse del vetëm një person, e merr tërë pasurinë e vet çka e ka, dhe shkon luftë, dhe harxhon tërë pasurinë e tij në luftë, dhe harxhon vetin e tij, dhe harxhon gjakun e tij, dhe flijon shpirtin e tij, dhe nuk kthehet as pasuria, e as trupi, as sen, shkon komplet, nuk kthehet kur gjo, vetëm ki mundet t'ja arrit shpërblimin, t'ja kalon këtyre veprave të mira, të cilët bëhen në këta 10 ditët, të cilët janë 10 ditët e Dhul-Hijjës. E dietarët kanë thënë, pse këta ditë që kanë atë shumë me vlerë, sepse ka thonë Ibn Hajeri, rahimahullahu taala, komentuesi i librit të Imam Buhariut, rahimahullahu taala, thotë, sepse mblidhen të gjithë degët dhe të gjithë shtyllat e Islamit mbrenda këtyre ditëve që nuk mbledhen jashtë këtyre 10 ditëve. Pse? Sepse ka thonë njeriu në këta ditë është i urdhëruar nga suneti Muhamedit alayhi salatu wassalam që të thotë Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, walillahil hamd, ta përsërit dhe çkan shahadetin. Dhe në këtë muaj njeriu e fal namazin, në këtë muaj njeriu e jep edhe zeqatin, se është edhe shpërblimi i madh, dhe po ashtu njeriu në këtë muaj mund të agjëron, dhe shpërblimi i madh është edhe ditëve. Pejgamberi alayhis salatu wassalam prej 10 ditëve 9 ditë ka agjëruar, se 10-ta ditë është dita e Bajramit, e sidomos dita e Arafatit, e cilat i shtin gjunohat në vitin e kaluar dhe vitin e ardhshëm. E thot, këta ditë janë aq me vlerë, me aq të mëdha, sa që pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka agjëru, dhe besimtari nëse i shfrytëzon këta, të agjëron këta ditë, mundet që t'i agjëron në këta ditët e Dhul-Hijjës, dhe pastaj ta kryen dhe haxhi nuk krijet vetëm se në këta ditë e Dhul-Hijjës. Pra përmbledhet shahadeti, përmbledhet namazi, përmbledhet agjërimi, përmbledhet zeqati, përmbledhet haxhi, 5 shtyllat e Islamit bashkohen në këta 10 ditë e Dhul-Hijjës. Derisa tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, fa akthiru fihinna min tahlili wa tahmidi wa takbiri, në këta ditë shtojni dhikrin, shtojni përkujtimin e Allahut, sepse janë aq të vlefshme njeriu që të thot subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Këto do të peshojnë shumë peshorën në ditën e Kiametit, ai njeri i cili e shpeshton dhikrin dhe përmendjen e Allahut, derisa tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, atë ju tregoj diçka, është aq me vlerë tek Allahu azza wa jall, sa të jepni ari dhe argjend,
sa të jepni ari dhe argjend, dhe sa të dilni luftë, dhe të luftoni, dhe t'ju mbysin ata juve, dhe ju t'i mbisni ju ata, thanë po i dërguari Allahut, tha dhikrullah, tha përmendja Allahut. E përmendja Allahut, me e përmend Allahun, është vlerë aq e madhe, sa që njeriu ndonjëherë mendon se është një ibadet i cili është i rëndomt, se nuk kërkon që të mirët abdes, nuk kërkon që të kthehet ka kibla, nuk kërkon kohë caktume, vend caktume, moment caktume, është 24 orë që gjuha e tij që të jetë e lagur, duke e përmend Allahun azza wa jall, duke bo subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wala quwata illa billah. Këta shpërblime nuk mund t'i arrit askush, ai besimtari cili i ban në këta 10 ditët e Dhul-Hijjës nga shpërblimi i madh që tha pejgamberi alayhis salatu wassalam. Njeriu çka duhet të fillon dhe të ban në këta ditë, e para vëllezër të nderuar, është farzët i krim. Namazin në këta 10 ditë shumë fishohet shpërblimi i madh ai i cili e fal namazin farzin me xhamat në xhami. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, gjëjen më së shumti çka e don Allahu dhe afrohet te Allahu janë farzët. Ata që e ka obliguar Allahu. Dhe veprat të cilet i don Allahu dhe i shumë fishon janë veprat nafile. Wala yazalu abd yataqarrabu ilayha bin nawafil hatta uhibba, në hadith qudsi tha Allahu azza wa jall, nuk ndalet robi duke bërë vepra vullnetare derisa unë ta dua atë. Ta me vlera pasi që ta shfalish namazin tjetë i rregull dhe t'ja bashkan gjeq, pastaj ta lonsh vitrin dhe pak më vonë dhe t'i falish 2 reqat apo 4 reqat apo sa të mundsohet dhe të lehtësohet dhe pastaj ta falish vitrin, dije se këto reqat nafile apo namazin duha apo çdo namaz që bën, të cilët kur hin xhami tahiyatul mesjid, çdo namaz që e fal, shpërblimi është shumë i madh tek Allahu azza wa jall. Po ashtu dhe sadakaja, derisa dietarët kanë thonë se me dhën sadaka në këtë ditë nuk kompenzohet me asnjë ditë nga sadakat të cilët e jep njeriu në këtë ditë e Dhul-Hijjës. Derisa njeriu dhe kurbanin që e therr e bajramit, bajrami hin në këta 10 ditët e Dhul-Hijjës. E njeriu thot nuk ka vepër më të madhe që e bën para se mi derdh gjaku kurbanit në tokë, vetëm se shpërblimi ka mbrit tek Allahu azza wa jall. E thot te Allahu azza wa jall nuk mbrin mishi dhe nuk mbrin eshrat, por mbrin shpërblimi, e tek ne lipët sakrifica. Nëse njeriu kishte dhënën ku me ditë sa të holla në kompenzim me kurbanin, nuk do t'i kompenzohet asnjëherë vlera e madhe e sakrificës së kurbanit në këta 10 ditët. Po ashtu njeriu sadakan që jep këta ditë, ku me di sa sadakan qëra ditë me dhonë, nuk i afrohet sadakas në 10 ditët e Dhul-Hijjës, derisa dietarët kanë thonë që njeriu të jep sadaka për çdo ditë, 10 ditë, kjo do të jetë peshore në Allahut, qoftë edhe nëse është ajo pak. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allah e don një punë, nëse qoftë e pak, mirë po e vazhdueshme, nëse njeriu jep çdo ditë ka pak diçka nga vetja e vet, edhe shpreson shpërbimin e madh të ditëve, dije se Allahu azza wa jall do t'ja kompenzon me shumë fishim. Po ashtu dhe leximi i Kur'anit, librit Allahut azza wa jall është shpërbim i madh, sepse për fat të keq shumë një pjesë e madhe besimtarve, nuk tham ka prej muslimanëve të cilët janë të lidhur me namazin, me ibadetin, mirë po një pjesë dërmuese e bëjnë hatme dhe planifikojnë hatmen që ta bëjnë në ditët e Ramazanit, dhe si të kompletohet Ramazani dhe mbyllet muaji Ramazanit, ai më nuk e hap musafin, i mshelet dhe i bëhet me pluhur deri në Ramazanin tjetër. E është ditët ndoshta disa ditë Allah i ka veçuar sikur to ditë që njeriu të merr një fortë, një fuqi, një energji që të bën ibadet e ta shfleton librin e Allahut. Nëse njeriu do t'i kishte lexuar në ditë nga 30 faqe, për 10 ditë do ta kishte bë hatme, edhe një hatme do ta kishte bë Kur'anit. Po ashtu mos harrojmë ditët e këtive të zgjedhta që njeriu të bën dua dhe lutje, sepse dua dhe lutjet bëhen kabul tek Allahu azza wa jall, pranohen si janë ditë të zgjedhura tek Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jall
që Allahu subhanahu wa taala të na jep ymër, të na jep shëndet, të na jep iman, të na jep bindje, të na mundson, të na motivon që të bëjmë adhurimin këta ditë e zgjedhura, të shfrytëzojmë me dhikr, të shfrytëzojmë me lexim të Kuranit, të shfrytëzojmë me sadaka, me namaz, me lexim të Kuranit, me vepra që është i kënaqur Allahu azza wa jall. Allahumma amin. Aqulu qawli